Ministria e Arsimit do të fuqizojë mekanizmat e mbrojtjes së fëmijëve. Në një takim të organizuar në Tiranë, Ministria e Arsimit deklaroi se në të gjitha shkollat është ndaluar përdorimi i celularëve gjatë orarit të mësimit. Duke filluar nga ky shtator, janë ndërtuar nëpër klasa kutitë e vogla dhe mësuesi është përgjegjës dhe drejtorët e shkollave janë përgjegjës që të gjithë nxënësit i fusin celularët në mëngjes në ato kutitë dhe i marrin kur dalin. Është tentuar disa herë, po këtë vit është bërë taksative, po zbatohet me rreptësi dhe nuk po them që u zgjidh. Vazhdojmë rregullisht, ju kujtojmë dhe ju kërkojmë mësuesve dhe drejtorëve ta zbatojnë me rreptësi. Ministria e Arsimit po konsultohet për të aplikuar edhe programin pas shkolle me aktivitete artistike dhe punime dore. Po marrim një tjetër një tjetër iniciativë që ta zgjasim kohën e qëndrimit të fëmijës në shkollë për të ekuilibruar ose për të shkurtuar hapësirën kur ai është as në shkollë as në shtëpi. Të gjitha këto i kemi konsoliduar së fundmi në një program më të madh që e kemi quajtur programi pas shkolle. Dhe kemi futur dhe aktivitete të tjera, ju ndoshta në rrjetet sociale e keni ndjekur programin Art dhe Zeje, që nuk është program kurrikular, nuk është program i detyruar shkollor, ku synimi është të mbajmë jo thjesht ti mbajnë fizikisht fëmijës, është një gjë ti fusësh në një klasë dhe ti lësh me celular në dorë. Ti mbajnë duke ju ofruar aktivitet zbavitës, i cili gjithashtu edukon. Gjatë ryezës për mbrojtjen e fëmijëve online u referuan edhe nismat për pajisjen e shkollave me laboratorët e teknologjisë, ndryshimet në kurrikulat mësimore dhe paketën e trajnimit për mësuesit nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit parauniversitar. Drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Igli Tafa, kërkoi koordinim institucional për të adresuar kërcënimet online. Bota online, aq e nevojshme dhe domosdoshme për të gjitha transformimet digjitale të ekonomisë së vendit, bëhet njëkohësisht edhe një ambient i rrezikshëm në raste të caktuara për fëmijët tanë. Sot jemi dëshmitar që fëmijët tanë përballen me bulizmin online, me shantazhimin online, por edhe me një teknologji tashmë të re, siç është deepfake. Kemi shumë të nevojshme mbledhjen dhe organizimin dhe koordinimin ndaj të gjitha masave që duhet merren ndaj të gjithë kërcënimeve online që prekin fëmijët, duke bërë bashkë të gjithë aktorët. Në Tiranë u zhvillua tryeza mbrojtja e fëmijëve online, organizuar nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike me synim koordinimin institucional për mbrojtjen e fëmijëve në mjediset online.